Të sot. E të meshme. Vlerja budallallike e radhës është ky mjeti këtu që kushton 30 euro njerëz. Nuk e di se si influencohem kaq shpejt unë, por kjo është për të hequr këto pikat e zeza që unë i kam prej vitesh në mënyrë skandaloze. Nuk është se jam munduar shumë që të kujdesem për to, me thënë të drejtën, por gjithsesi çfarë ka të veçantë kjo që më bëri mua që ta blija. Në momentin që je duke bërë këtë procedurën e heqjes së pikave të zeza, i shikon nga telefoni. Tu kemi filmimin tani. Zoti ma, shpresoj shumë që t'ja vlejnë lekët. Po e filloj një herë nga njëshi se si dihet. Aua. O, zoti ma, bëra një shenjë të madhe këtu. Edhe pse tek njëshi edhe bëra këtë shenjë kaq të madhe këtu, zot. Kam e puçur këtu do. Zoti ma, sa kjo që e bëra. Do të qaj. Kam e puçur këtu që them ta provoj një herë. Po ndambi. Vetëm për të parë këtu se çka të shikosh janë, shikoni pa mua. Kjo është një blerje idiote më duket. Po kësaj këtu çfarë të bëj? Nuk duket sikur nuk kanë nxjerrë asgjë, kanë nxjerr po. Shiko, unë mendoj që kjo do të jetë shumë e mirë nëse ti ta përdorësh. Unë është sikur që s'di ta përdor një herë. Nuk e di po në kamerë që është më keq se që duket live. Edhe një herë. Na shikoni edhe ju dolliqet e mia. Nuk po si të gjë, valla, nuk po si të gjë. E kam nga 2 anë tani. Kjo është videja më e dështuar që mund të keni parë në jetë. Sot nuk e duroj dot. Mos më ndiqni kurrë mua për këshilla të tilla.